Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Ambra Alimeta, presidente e qeverisë së nxënësve të shkollës Abdyl Paralloj në Elbasan, si dhe përfaqësuese e drapit të Korçës. Unë jam sot të para jush për që përcjell zërin mbase disi të ndrojtur të bashkëmoshatarëve të mi, si dhe për të ndarë me ju një pjesë të vizionit dhe horizontit tim. Unë nuk jam këtu për të kërkuar thjesht një votë, shkrim një copë letre, por dua besimin dhe mbështetjen tuaj reale. Pavarësisht vendimi që do të merret sot, mbetet I pandryshueshëm fakti se ne të gjithë do të ndikojmë shumë në motin e ditëve të ardhshme. Unë nuk premtoj një ndryshim të menjëhershëm, por një nga ato risi që do të përpiqem të sjell, donse jam ende në hapat e parë të karrierës, është nisma një ditë në profesion, e hartuar nga unë me qëllim që t'i jap më shumë jetë, qëllimit të vërtetë të arsimit, që është përgatitja për jetën, zgjedhjet tona dhe rolin që ne do të kemi në shoqëri. Ndaj në vazhdimsi të këshillimit dhe orientimit të karrierës, kam menduar që profesioni të jetë më I prekshëm se sa thjesht një studim I jashtëm. Për këtë arsye, në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës, mësuesin e karrierës, këshillin e prindërve, si dhe me mbështetjen e zëvave, të realizojmë këtë projekt, një ditë në profesion, që në fillim të vitit, nxënësit do të ndahen në grupe sipas profesioneve që ata pëlqejnë. Më pas do të bëhet lidhja e bashkëpunimit me biznese dhe institucione të ndryshme. Të gjithë do të kemi mundësinë t'i prekim, t'i shohim dhe t'i ndjejmë nga afër profesionet që ne dëshirojmë. Jo vetëm kaq, por në fund të çdo muaji të gjithë nxënësit që e kanë prekur nga afër eksperiencën do të përcjellin dhe do të shprehin të tjerëve emocionet dhe përvojën e tyre. Vit pas viti, duke bërë këtë aktivitet, nxënësit do të ndryshojnë mendimet në lidhje me profesionin që duan dhe do të qartësohen. Qëllimi I kësaj nisme nuk është vetëm njohja nga afër me profesionet që ne pëlqejmë, por një ide më e qartë për të na orientuar për zgjedhjen tonë, si dhe përshtatja dhe socializimi. Kjo do ta bëjë zgjedhjen më të rëndësishme të karrierës, mbase edhe të jetës sonë më të lehtë. Për momentin, me aq sa unë kam kuptuar, mendoj se politika nuk do të zërë pjesën kryesore, më të rëndësishme të karrierës time, por ama, me që e kam këtë mundësi dhe këtë privilegj, dua që të lë një gjurmë në këtë institucion të rëndësishëm si parlamenti, duke mbyllur këtë fjalim me një citim timin. Duke thënë sot një fjalë të thjeshtë, por të lirë, nesër marrim nismën dhe shkruajmë historinë. Dua gjithashtu të shtoj se pavarësisht çdo ndryshimi klimatik, fryma e bashkëpunimit do të jetë flladhi I lehtë, por I qëndrueshëm, që do të ledatoj flokët tanë në ditët në vijim. Një zë jam unë, bashk jemi shumë. Faleminderit për vëmendjen. Para se të largohem, dua të shtoj që tani që jam këtu në këtë foltore, kuptova se nuk është aq e thjeshtë sa ç'mund të duket nga stolat tuaj dhe shpresoj se do ta merrni në konsiderat këtë gjatë kohës që do të bëni votimin. Edhe një herë shumë faleminderit. Faleminderit, do të vazhdojmë me Gesiana Prendaj. Të dashur përfaqësues të shkollave, të nderuar përfaqësues të parlamentit dhe ministrisë, unë jam Gesiana Prendaj, nxënëse e shkollës nëntëvjeçare Gjergj Kastrioti Lezhë dhe përfaqësuese e DRAP Lezhë në PNSH, e sot duke kandiduar për postin e nënkryetares së Parlamentit të Nxënësve të Shqipërisë. Parlamenti është një platformë e shkëlqyer për të shpalosur dhe aplikuar idetë tona mbi përmirësimin e përvojës sonë në shkolla, dhe unë e shoh këtë kandidim si një mundësi të mirë për të realizuar idetë e mia. Por cilat janë idetë e mia? Unë dua arsim cilësor dhe shkolla aktive, ndërroj për klasa interaktive dhe praktike, me eksperimente në laboratore, me aktivitete, me materiale plotësuese si video apo dokumentar, si dhe me shembuj konkret. Kështu, klasa do jenë marrëgëtuese dhe konceptet do t'i kuptojmë në vend që t'i mësojmë përmendesh. Për më tepër ndodhemi në kohën e inteligjencës artificiale, ku robotika dhe programimi janë shumë të rëndësishme, dhe mendoj se këto klasa duhet të bëhen pjesë nxënësve që në moshë të hershme. Një tjetër synimi imi është edhe zhvillimi më shumë aktiviteteve artistike, konkurseve, olimpiadave, si dhe kampionateve sportive, për ta mbajtur rinin aktive, të bashkuar dhe të shëndetshme. Dhe nëse doni që të gjitha këto ide të bëhen pjesë ndryshimit, atëherë vota juaj duhet të shkojë për mua. Unë
e besoj se udhëheqja nuk është pushtet, është përgjegjësi. Nuk është të jesh mbi të tjerët, por të jesh pranë tyre, ti dëgjosh, ti kuptosh dhe të veprosh me ta me ndershmëri dhe dinjitet. Le të punojmë së bashku për një shkollë që na formon për jetën, jo për provimet, për një arsim që na nxit të veprojmë, të kuptojmë dhe të guxojmë. Unë nuk premtoj mrekulli, por premtoj përgjegjësi, zë të fortë për secilin prej jush dhe punë të palodhur për t'i kthyer këtë ide në realitet. Së bashku mund të ndërtojmë ndryshimin, së bashku mund të ndërtojmë shkolla që meritojmë. Faleminderit. Faleminderit, do vazhdoj me Casey Mucha. Të nderuar përfaqësues e ministrisë dhe ju kolegë delegat që sot mbani në duar të ardhmen në këtij parlamenti. Unë jam Casey Mucha, nxënëse e shkollës nëntëvjeçare Picar, e zyrës vendore arsimore Vor dhe përfaqësuese e DRAP Tiranë. Unë sot nuk jam këtu për të kërkuar një titull, por për të bërë zërin tonë të ndihet sa më shumë. Unë mendoj që është koha që Parlamenti i Nxënësve të mos jetë thjesht një listë emrash, por një forcë reale ndryshimi. Tani rinia shqiptare është zëri që sot kërkon llogari, por është forca që nesër do të mbaj peshën e këtij vendi. Unë kandidoj për postën e kryetares jo për një pozicion, por për përgjegjësi. Zëri i nxënësve duhet të ketë peshë dhe ndikim real. Tani Parlamenti i Nxënësve nuk do të jetë një dekor nëpër foto, por motori që vën në lëvizje ndryshimin e bankat çdo shkolle të Shqipërisë. Vizioni im për këtë mandat mbështetet në 3 pika kryesore, që as pak nuk bëjnë kompromis. E para, barazi rajonale, çdo bashki duhet të ketë të njëjtat peshë mundësie si ajo e qendrës së Tiranës. Zëri im do të jetë zëri i çdo shkolle që ndihet e harruar. Gjithëpërfshirja, barazi absolute. Çdo nxënës do ketë hapësirën e tij për të shprehur mendimin lirshëm e për të marrë pjesë në projekte të ndryshme. Duhet mbani mend që çdo mendim ka vlerë e çdo zë ka një fuqi. Mbrojtje dhe siguri do të loboj fort për një rrjet komunikimi drejt për drejt me ministrinë, ku problematikat e nxënësve të mos shihen si një ankesë e radhës, por prioritet absolut. Unë do them kaq, votoni Casey Mucha për një rini që nuk pret, por vepron, për një parlament që nuk premton, por udhëheq. Do të thoja, nëse doni të votoni për një emër, keni shumë, por votoni për atë që do t'i përveç mangët e do të punoj për ju ditë e natë, pa o lodhur. Do doja të thoj që politika nuk është arti së mundshmes, është arti të bërit të mundshme atë që është e nevojshme. Zgjidhni guximin, zgjidhni ndryshimin. Faleminderit, ju uroj shumë suksese. Faleminderit Casey, do vazhdoj me Rea Lila. Përshëndetje të gjithëve, jam e nderuar që të jem sot para ju. Unë jam Rea Lila, nxënëse klasës së 8 në shkollën nëntëvjeçare Avni Rustemi Tepelen. Jam kandidate për nënkryetare e Parlamentit të Nxënësve të Shqipërisë dhe vi nga DRAP Fier. Sot nuk jam këtu vetëm për një titull, por për të qenë zëri çdo nxënësi. Besoj se një përfaqësues i denj arrin shumë përmes bashkëpunimit, përkushtimit, mbështetjes dhe gjithashtu duke pasur guximin të kapërcej çdo sfidë me të cilën përballet. Unë vi nga një qytet i vogël si Tepelena dhe e di se sa e rëndësishme është që çdo zë të dëgjohet, pavarësisht nga vendi që vjen. Dhe ne si mund ta bëjmë këtë? Ne mund ta bëjmë këtë duke krijuar mbështetje dhe besueshmëri, ku secili prej nxënësve të ndihet i lirë të thotë opinionin e tij, pa u gjykuar nga askush. Një nga qëllimet e mia kryesore është të krijojmë një urlice midis nxënësve dhe shkollës, ku të gjithë të bashkëpunojmë për një arsimim sa më cilësor dhe një mjedis sa më motivues për të gjithë. Gjatë gjithë rrugëtimit tim më ka ndjekur një moto e thjeshtë, por shumë e fuqishme. Bashkimi është forca jonë më e madhe. Të bashkuar, nëse mbështesim njëri tjetrin dhe nëse besojmë te zëri ynë, ne mund të sjellim ndryshimi. Dhe ndryshimi fillon nga ju. Unë jam gati të punoj për ju dhe me ju. Tani më duhet edhe besimi juaj. Për një kapitull sa më të ri, ku zëri i nxënësve të ketë peshë dhe të krijojmë një vizion sa më të qartë për secilin nxënës. Sot zgjedhim besimin dhe nesër ndërtojmë të ardhmen. Faleminderit për vëmendjen.
Faleminderit, do vijoj me Sara Klosi.